krijonte polemika, po e them me bindje të plotë që në shesh kishte pothuajse nga gjithë forcat politike, qoftë nga Partia Demokratike, qoftë nga Partia Socialiste, nga administrata, nga shoqëria civile, por fryma nuk është ajo që do duhet ishte, por mu nuk do duhet ishte plot vetëm sheshi Skënderbej, por do duhet ishte plot edhe sheshi Skënderbej edhe i gjithë bulevardi Dëshmorët e Kombit për vetë simbolikën që ka kjo protestë. Mos harrojmë që protestat në Prishtinë kanë qenë shumë herë më të mëdha edhe shumë herë më entuziaste se sa kjo që ishte në Tiranë. Dhe ne duhet kemi parasysh që nuk kanë ardhur vetëm qytetarë nga qytetet e Kosovës, por ka pasur një numër shumë të madh qytetarësh të herë, ka bërë shumë përshtypje edhe nga qytetet shqiptare të Maqedonisë Veriut, kolegu Nevril Ademi, të cilin ne kishim ndjedhje dhe pak më përpara, ishte pjesa e asaj proteste bashkë me politikan, edhe politikan kryesisht të PD-s, por dhe krerë komunash. Por kishte një pjesëmarrje goxha masive edhe nga qytetet shqiptare të Maqedonisë Veriut. Nga ideja e kush po e krijon, kush po e bën këtë organizim, u krijua dhe kjo çaj, pastaj u krijua një ide që është pushteti në Shqipëri, qeveria që po i jep sepse e morën ata përsipër. Dhe ndërkohë mos harrojmë që janë të gjithë sepse luhet shumë me imazhin, siç ai imazhi i parlamentit shqiptar me votat e kuqe dhe votat pro do të ngelet në mendjen e të gjithëve, se sot jetojmë botë imazhesh. Çfarëdo që të thuhet pas asaj, dhe të gjithë edhe njerëz që kishin qenë në atë protestë e nxirrin paralelisht edhe votën për të ndarë qëndrimin e tyre. Edhe ato imazhet që vinin pastaj të regjistë qendrore nga mitingu, ku duhet të dimë që palët e përfshira në këtë në gjithë botën shqiptare, palët kundërshtare, janë procese zgjedhore sot. Përparim Rama që fokusoi gjatë gjithë kohës është në balotazh në Prishtinë, BDI-ja është në zgjedhje sot në Maqedoni, zonja Manasiriu është në zgjedhje aty dhe Paruca, të thash, vendosja e protestës në këtë datë nuk besoj që ishte e rastishme. Normalisht që prapa ka dhe një prapavit të mirëfillt politike, nga gjithë këto politikanët, po themi të këtyre vilajeteve, po i kthehem një termi të vjetër, normalisht që ka një përdorim për shkak kësaj, se ne sot kemi zgjedhjet Maqedoni të Veriut, ku për pjesa kryesore atyre kandidatëve për kryetar komunash ishin në atë tubim. Kemi balotazhin që do bëhet në Prishtinë, jo vetëm Prishtinë, por edhe në qytetet kryesore të Kosovës, ku pothuajse pjesa dormuese e kandidatëve të PDK-s ishin në atë tubim. Por nëse jemi pak kujdesshëm dhe të ndjekim gjuhën e zotit Rama në raport me UÇK-n edhe me këtë protestë, po t'i vini re me kujdes të gjitha postimet e tij kanë pasur vetëm një emër, që është kryefjalë e gjithë historisë UÇK-s sipas zotit Rama, që është emri Hashim Thaçi. Unë nuk e kam parë zotin Rama që të bëjë një postim qoftë edhe për Kadri Veselin, bashkëpunëtorin e tij ngushtë, as për Recep Selimin, një nga njerëzit i cili duhet thënë që në kohën kur kërkohej vota në parlament për gjykatën speciale ishte ndër më të zëshmit kundër kësaj vote. Madje kemi dhe pamje që i thotë. Po të ndërhyj prapë te imazhe shumë rëndësishëm. Edhe në fillim ishin 4 personazhet, 4 drejtuesit e UÇK-s, siç e shohim aty në skenë, dhe pastaj protesta është mbyllur vetëm me portretin e Hashim Thaçit aty pas. Pra, simbolika është e fortë. Djali Hashim Thaçi që ishte vënë krah të Tauland Ballës, që ishte, po themi, figura më rëndësishme politike e Partisë Socialiste në atë protestë, për fisë vërtetës ta mirë kuptoja protagonizmin nëse da kishte pasur Pandeli Majko, që ka qenë kryeministër i luftës, apo dikush tjetër, Tauland Dedja, që mos gaboj ka qenë një ministër mjaft aktiv, i zhvendosur asë kohë për muaj me radhë në Tropoja, po personazhet e tjerë kyçën, ndërsa për Tauland Balla nuk ditë ketë pasur në rol në kohën e luftës. Ndoshta mund të ketë qenë dhe student në Rumani, nuk jam i sigurt për vitet, por protagonizmi ka përshtypjen është i tepëruar aq më tepër, një ditë pasi urdhëroi edhe deputetët e Partisë Socialiste që të votonin kundër rezolutës për njojën e Kosovës. Po thash, simbolika e zotit Rama ka qenë e përqendruar kryesisht tek zoti Thaçi.